Policia e Elbasanit ka vënë në pranga një tjetër person të dyshuar për përfshirjen në ekzekutimin e biznesmenit në Elbasan, ngjarje që tronditi qytetin pak ditë më parë. Arrestimi është kryer në Prenjas, ku kap 29 vjeçari Nevzat Spaho, banues në Prenjas, për veprat penale, vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve shpërthyese dhe municionit. Nga verifikimet rezultoi se ky shtetas kishte precedent penal për tentativë për vrasje, armëmbajtje pa leje, shtrëngim me anë të kanosjes, dhunës për dhënie të pasurisë, si dhe për vjedhje. Sipas hetimeve paraprake, 29 vjeçari dyshohet se ka qenë ekzekutori me armë në vrasjen e shtetasit. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se kapja e Spahos është rezultati disa orësh ndjekje dhe verifikimesh të kryera nga strukturat e policisë së shtetit, të cilat po punojnë intensivisht për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Arrestimi i tij pritet të hedhë më shumë dritë mbi motivin e vrasjes dhe rolin e secilit prej të dyshuarve, ndërsa policia deklaron se hetimet vijojnë, gjithashtu bën me dije se është sekuestruar një automjet, një celular dhe sende të tjera që do t'i shërbejnë hetimit, ndërkohë vijojnë kontrollet dhe hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë që dyshohet se kanë bashkëpunuar në ekzekutim. Ndërkohë, një ditë më parë, policia e Elbasanit arrestoi rojen e pikës së karburantit Kujtim Pisha për mos kallëzim krimi dhe ishortakun Gjino Ago, ndërsa shpallin në kërkim Marcelo Aranin nga Elbasani dhe Armando Kola nga Laçi.